Mas dona desse mamão, ó, ela vai ter aqui. Doar trokitë të madhe për rrugën tonë. Një njeri që na ka bërë krenar në këto zgjedhje lokale për herë të dytë në mbajtjen dhe fitoren e Unikut, më tepër për Unikasit dhe natyrisht për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ju falenderit për këtë mbështetje që i keni dhënë gjithmonë Lidhjes Demokratike të Kosovës, shtëpisë tuaj. Lejani që të përshëndes veçanti kryetarin e kryeqytetit Përparim Ramën, i cili sot na shoqëron këtu në Unik bashkë me gjithë kandidatët e tjerë për deputet që kanë marrë këtë rrugë me plot mjegull, dhe teksa po vija nga Prishtina për këtu në Unik, po mjegull si asnjëherë më parë, mjegull në Prishtinë, mjegull në Fushë Kosovë, mjegull në Klinë e Pej e Deçan e këtu në Unik. Dhe t'ju them drejtën, kur ka mjegull njeri i bën dy gjana. E para duhet me lëviz mangadal dhe e dyta duhet me ndjek një farë drite. Në rrugë të gjata zakonisht duhet me ndjek atë që e ki përpara, pra të veturën që e ki para vetës. Për fatin ton të mirë, ajo veturë që ishte para neve, ishte e mbarë, e urtë, e qetë, e sigurt, ngadal, po na solli mirë, shëndosh e mirë edhe në Unik. Por kur veturën e parë nuk e ketë mençur, durueshme, të ditur, besoni se të merr në qafë. Na i kërsh poshtë dikon ose cilë gjithë antej Kosovës për përfundu vendin e njëjtë. E qashtu është Kosova sot, me ata populliste që i kemi qeveri sot. I kemi vendin në mjegull dhe pa dritë, jemi të ecë tash e 5 vite, vendin e njëjtë, rrethin e njëjtë, pas një përparim përpara. Kjo është gjendje e papranueshme për Republikën e Kosovës, prandaj timonin kombëtar të Republikës Kosovës do ta marrë Lidhja Demokratike e Kosovës, sa më parë sa më mirë. Sepse LDK-ja e kupton shtetin, LDK-ja e don shtetin, LDK-ja e kupton se çfarë do thotë kesh përgjegjësi, e mbi gjitha, LDK-ja kupton çfarë do thotë shërbesh me dinitet për qytetarët e vet. Dhe shërbimi me dinitet, më besoni, nuk është të fitosh 42% votë për qytetarëve, e të na tërgosh edhe një herë në zgjedhje për fillim, për herë të katërt këtë vit, sepse Kosova ka pas nevoja të mëdha zhvillimore, programore e qeverisë si asnjë vend tjetër në rajonin e Evropë. Këto nevoja janë harru, politika është bërë propagandë, është bërë çarje e përçarje, shtyrje, ofendime e çka tjetër jo. E mbi gjitha, Kosova ka mbetur vendin e njëjtë, Kosova ka mbetur nën masa e sankcione për tash e 2 vjet, sot që kur na heqën masat, qenë ka fest. Fest do të ishte mos kishim masa fare hiç, që Kosova ato 800 milion euro të investonte në rininë e vet, familjet e Kosovës, prindërit e Kosovës, punëtorët e Kosovës, në institucionet e Kosovës. Kjo gjendje politike duhet marrë fund dhe jam i bindur me atë sa po shoh gjithandej Kosovës, nga Prishtina deri në Unik, mjegull sot ka në Kosovë, por nesër ka me pas dritë Republikën e Kosovës. Ka asnjë dyshim. Ka me pas dritë sepse populli është vëdisu, ka parë që shpresa duhet vi me LDK-n, me ekipin ton, më të mirin që kemi ndonjëherë. Më besoni kemi 110 kandidat
se cili është më i zot se tjetri, se cili më i mirë se tjetri, më profesionist, më i mbar, më advetar e besa dhe më patriot për Republikën e Kosovës, po mbi gjitha me veti e kemi vullnetin e madh rrogovës të djathtë të Lidhjes Demokratike e Kosovës, i cili na gjendet momente si këto. Dhe në këto momente më lejoni që shkurtimisht para jush, përveç se kam një ekip shkëlqyshëm, t'ju flasë për disa prej shtyllave kryesore që synojmë t'i bëjmë si LDK. Pra po, kemi plan konkret, kemi projekte madhore dhe Kosovën duhet ta kthejmë sa më parë, sa më mirë në ide zhvillimore përparimtare e besa të infrastrukturës masive. Në radhë të parë, duam t'i përfundojmë gjitha rrugët që i kemi në Kosovë. Pra edhe këtë rrugën prej Prishtinës deri në Pej, në rrugën e Dugaxhinit, ta përfundojmë një herë mirë, s'është bërë shumë gjatë e Kosova nuk ka kohë të pres më tepër e më shumë, por t'i përfundojmë gjitha rrugët në Kosovë, nga Prishtinë Mitrovic, Prishtinë Gjilan, Prishtinë Podojev, e nga Klina në Gjakov, në mënyrë që krejt qytetet e Kosovës të jenë të lidhura ngusht e mirë në distancë jo më të madhe se 40 minuta kohë. Kosova s'është shtet jashtëzakonisht i madh, është shtet i vogël për me pas kaq shumë vonesa infrastrukturore e rrugore, prandaj t'i nisim e përfundojmë marrë e mirë këtë rrugë një herë e përgjithmonë. Por ajo që është më rëndësishme, bukuritë e juaja natyrore të unikut do të me i pa krejt bota rrush, më vjen keq që s'ka më mjë mbetë vetëm juve, duhet të investojmë në turizmin e unikut që ky vend jetë vend turistik qendror i Republikës Kosovës. Pra do të keni prioritet, jo pse është Ruzha këtu, e pse kjo komunë është e Lidhjes Demokratike të Kosovës, po se po për atë punë, por se Ruzha është punëtor. Ruzha dhe Uniku e qeverisja ati e dojnë punën, nuk kanë kohën, kërkojnë angazhim, kërkojnë projekte, Ruzh projekte do të keni prej qeverisë ashme të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Me prioritet absolut për Unikun dhe jo vetëm, po për gjithë Dugaxhinin, i cili është lënë anash tash e sa kohë e besa tash e sa vjetë. Më lejoni t'ju flas edhe për disa projekte që ju prekin drejt për drejt. E para, do të bëjmë Ministrinë e Familjes. Është ardhur koha që në Kosovë të ketë Ministri të Familjes dhe Mirëqenies, sepse familja është pasuria më e madhe që ka një popull. Në Ministri të Familjes duhet të qëndrojmë me fëmijë, me nana, me baballar, me prindër, po pra nga lindja deri tek puna duhet jemi me qytetarin e Kosovës. Për këtë arsye, kemi paraparën programin tonë që po shpërndahet gjithandej në Kosovë, që secili i posalindur në Kosovë, secili fëmijë që lind në Kosovë, do t'i marrë 2.400 euro që në vitin e parë, përkatësisht nga 200 euro në muaj, që shpenzimet mujore të imbulohen e të mos jenë kosto e paparashikueshme për familjet kosovare. Pra 200 euro në muaj për secilin fëmijë të posalindur në Kosovë është zotimi ynë i parë elektoral. Më pas, fëmija, posa të lind duhet shkojnë qerdhe, duhet ndërtojmë qerdhe, dhe do t'ju vinë ato qerdhe Ruzh, do t'ju vinë me mbështetje financiare nga qendra, në mënyrë që fëmijët të shkojnë në qerdhe e në sistem edukativ, jo tek i bëjnë 6 vjetë, po sa po t'i bëjnë 3 vite, sa më parë aq më mirë, në mënyrë që të futen në sistemin edukativ që të bën forcë e ardhme e Republikës Kosovës. E kur të kalojnë nga qerdhja në klasë të parë, nuk kemi interesim që fëmijët i mbajnë 4 orë në shkollë. Duam që fëmijët e Kosovës qëndrojnë në shkollë si qëndrojnë secili fëmijë tjetër në Evropë. E keni dëgjuar programin e mësimit tërditor në Kosovë, e dëgjoni nga çdo parti politike në për çdo komunë, ju a them një gjë, këtë mësim tërditor realitet e ka bërë vetëm Lidhja Demokratike e Kosovës dhe përparimi me Prishtinë, komunën e udhëhequr nga Lidhja Demokratike. Do ta bëjmë dhe një nek. Fëmijë që rrinë 8 orë në shkollë, ushqehen me shujta të ngrata në shkollë, mësojnë më shumë e bëjnë aktivitete sportive e edukative në shkollë, siç i ka hije fëmijëve të Kosovës e çdo fëmijë tjetër në Evropë. Por këtu s'përfundon angazhimi. Është shumë e rëndësishme ta kuptojnë se fëmijëve tonë duhet t'u garantojmë një gjë elementare që shteti duhet t'ia bëjë. Para se t'u garantoj valizhet për me ikë jashtë Kosovës, shteti i Kosovës duhet t'u garantoj të rinjve tonë punën këtu në Kosovë. Prandaj kemi para pa program kombëtar për punën e të rinjve tonë të posadiplomuar. Më mbani për fjalë, mua dhe gjithë LDK-n e listën tonë, çdo i posadiplomuar në Kosovë do t'i garantohet e do t'i gjendet vendi i punës me pak 500 euro për 6 muajt e parë. S'paku të marrë një praktik, të marrë një zanat diku e më pas siguroj të ardhme në vendin e vetë Republikën e Kosovës. Natyrisht, ne kemi para parë dhe kujdesje për më të moshuarit tonë, për pensionistët e Kosovës, cilët
në këtë fazë marrin kryesisht lëmosh. Shteti ka lënë prapa, shteti ka harruar, shteti duhet kujdeset për ta. Jo se mjaftueshëm mjetet financiare që shteti jep për pensionistët tonë, por është obligim moral, patriotik i kësaj gjenerate të kujdeset për ata që kanë dhënë këtë shtet më së shumti se gjithçka tjetër. Prandaj, ju kemi zotuar në programin tonë që pensionistët, jo kontributdhënës, do të rriten pensionin nga 150 euro në plot 300 euro brenda 3 vitet para qeverisë tonë. Nuk është mjaft, e di që s'është mjaft, por është një hap i madh i Republikës Kosovës që t'ju siguroj një pension me të cilin mund të kapëlloni kohë sa më të mirë me nipër e me mbesa e pas që shnet se për gjëra tjera le të kujdeset shteti juaj që keni bëju ju vetë. Natyrisht dhe për fund, s'kam se si mos flas edhe për spitalin e ri në Prishtinë, spitalin e ri në mënyrë që shëndeti ynë të trajtohet me prioritet, të mos flas për centralin me gaz në mënyrë që energjia elektrike mos blet nga jashtë, nga një mafi energjetike pa precedent, por të prodhohet nga Republika e Kosovës, gaz dhe gaz amerikan do të kenë në Republikën e Kosovës. Për fund, do t'ju flas edhe mësuesve, policëve, ushtarëve, qarfikësve, gjithë atyre që punojnë në punë të shtetit. E para, natyrisht se pagat e juaja nuk mjaftojnë, natyrisht se LDK-ja mendon se mësuesi është pasuri kombëtare, natyrisht se LDK-ja konsideron të tillin si aset për zhvillimin e fëmijëve tonë. Prandaj pagat për mësues që në fillim do të rriten në plot 1000 euro gjithandej Kosovës. Ky është votimi ynë i parë. Besojmë që një familje e punësuar në arsim do të mund edhe të edukoj brezat të arshëm, po dhe mos vaj brengën për mbjetesën e vetë financiare. Njëjtë për policë ushtarë zjarfix, paga do t'jenë 900 euro dhe koeficienti 150 natyrisht se bën një gjë të tillë. Kjo do të thotë që sektori privat mbet jashtë, investimet kapitale, sidomos ato që vijnë unik në infrastrukturë, në shkolla, në spitale, në qendra të rejnë mjekësore, do të thotë më shumë para për komunitetin, më shumë para për sektorin privat, më shumë para për të rinjtë e këtij vendi dhe natyrisht më shumë edhe mirëqenie për secilin që jeton në Kosovë, por ata që vinë nga Mërgata e Njunik vinë plot shumë e gjithherë, edhe ata të vinë dhe ta gjejnë Kosovë siç e kanë ndrruar gjithherë. Për këtë që ndron DDK-ja, koha është i japim dritë Republikës Kosovës, ta heqin këtë mjekull të madh që na ka ardhur dhe më besoni për 28 dhjetorit bëni gati, LDK-ja do të vëheq me qeverinë ashme të Republikës Kosovës, do të vinë takimin ashëm si kryeministër i qeverisë Kosovës. Ju falenderoj nga zemra gjithëve për këtë pritje madhështore, Zoti ju rujtë, ju bekoj. Është nder dhe kënaqësi e veçantë që sot në mesin tonë e kemi kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kryeministrin e ardhje të Republikës së Kosovës, profesor Dr. Lumir Abdigjiku. Lumiri është qasja e re dhe ndryshe që i ka munguar kaq shumë politikës kosovare deri sot. Qasja e tij bazohet në vizion të qartë shtetëror, në dije, në profesionalizëm dhe mbi të gjitha në bashkëpunim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleatë të tjerë ndërkombëtar të Kosovës. Prandaj, e them me plot gojë se prania juaj këtu, zoti kryetar, është një mesazh i fuqishëm se çdo qytet dhe çdo komunë ka rëndësi në projektin e madh për Kosovën. Të nderuar qytetarë, me 28 dhjetor, qytetarët e Republikës Kosovës do të kenë në dorë një vendim historik. Ajo ditë nuk është thjesht një datë të zgjedhjeve, por është një mundësi për të përcaktuar drejtimin e shtetit tonë për vitet që vijnë. Është dita kur secili prej nesh mund të kontribuojë drejt për drejt në ndërtimin e një Kosove më të drejtë, më të zhvilluar dhe më dinjitoze. Ju lutem, keni parasysh që Kosova sot është në një rrezik të thellë social, ekonomik dhe institucional. Pasojat e kësaj krize po i vuajnë qytetarët çdo ditë. Në supermarkete, në furrë të bukës, në faturën e rrymës, në rrugë, në punë dhe në çdo vend tjetër. Lidhja Demokratike e Kosovës është vetëm një parti politike, ajo është themeli i shtetit, simboli i demokracisë dhe rezistencës paqësore dhe sot është alternativa më serioze për qeverisin e vendit. LDK ofron stabilitet, dialog, zhvillim ekonomik të qëndrueshëm dhe institucione funksionale që i shërbejnë qytetarëve. Në një kohë të polarizimit të thellë shoqëror,
Kosova ka nevojë për një kryeministër që bashkon, që dëgjon dhe që merr vendime të bazuara në interesin publik. Ka nevojë për një udhëheqës që e sheh shtetin si përgjegjësi të përditshme, jo si mjet politik. Jam i bindur se Lumir Abdigjiku është njeriu më i duhur për ta udhëhequr Kosovën në këtë fazë të rëndësishme.